dije se Allahu i manduar me mirësinë e tij dhe me bujarin e tij, këtë dunjë e ka bo vend, shikoni që ka përmend këtë, daru tasabbub wa iktisab. Këtë vend dunjën Allah e ka bo vend ku funksionojnë sebepet dhe njëri ka mundësi me fitu, edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Në që dunja Allah e ka bo me fitu, edhe këtu, edhe atje. Dhe e ka bo që me funksionojnë sebepet. Pse ka thonë tasabbub? Për shkak se të ndërrullazër, njerëzit ka shi sebepeve zakonisht kanë qasë të gabuara. Ose në glorifikim të sebepeve dhe domthonë gjykim se ato vendosin, andaj japën komplet pas sebepeve, edhe kjo është padyshim, kjo është cenim dhe rënim i imanit, ose të atill të cilët domthonë i injorojnë sebepet në emër të besimit, e kjo është cenim dhe rënim i mendjes. Disa rregulla që duhesh mi pas parasysh në procesin e fitimit. Kur punosh ti për shembull, kur angazhohesh, çka duhet të pas parasysh? Thotë autori më pas parasysh katër gjëra. Katër gjëra. Që thotë as-siha. Siha çka është? Domthonë të jetë procesi i fitimit nga fillimi deri në fund proces i shëndetshëm. Të jetë i drejtë, të ketë bamirësi, edhe të ketë ruajtje të fesë. 4 i ka përmend. Çto 4? Nuk bën që domethënë vrapimin në tregjet e dunjas me e pengu nga tregu i ahiretit. Nuk bën. Duhet me gjithë për këtë, cili është tregu i ahiretit? Thotë wasukul ahiret el masajid. Apo nëse fillon vani është tregu i ku ti merr, fillon vani është tregu ku ti punon, a tregu i ahiret ku është xhamia. Çfarë do të thonë? Që puna jote mos me të habit për xhamisë.